Unë jam Zulfi Adili, jam nënkryetari Partisë Uniteti dhe ashtu siç prezantoi Petriti, deputet i vetëm i Unitetit në Parlamentin e Maqedonisë. Sa i përket punës çështjeve të zgjedhjeve, marrëveshjes Përgjinos, mënyra se si u votua të shkohet në zgjedhje me 24 prill në Parlamentin e Maqedonisë dhe gjitha këta çështje të cilat veçmo janë të qarta për gjithë, edhe për neve që pak a shumë pretendojmë të merremi me politikë, edhe për gjithë ata të cilat nuk janë pjesë aktive e partive politike, por duhet të bëjmë pjesë dhe bëjmë pjesë aktive në jetën organizative dhe shoqërore në Republikën e Maqedonisë. Unë mendoj, edhe Uniteti sigurisht, se në Maqedoni, para se të shkojmë në zgjedhje, duhet të gjejmë zgjidhje të problemeve të cilat veçmo janë goxha të mëdhaja dhe paraprakisht në zgjedhje kishim dhe nga përgjimet dolën se këta zgjedhje siç ishin të organizuara në mënyrë jo fair, në mënyrë jo demokratike, dhe kur flasim për punën e pastrimit listës zgjedhore, vetëm se dihet qartë se në Maqedoni ka dikun të 1.860.000 votues dhe duhet parashtrohet një pyetje shumë logjike: sa banor jetojnë në Maqedoni, pa marrë parasysh cilës etni i takojnë. Dhe nëse nga gjithë kjo politik ose udhëheqje e institucioneve në formën më të keqe të mundur, ndoshta në 20 vjet të fundit në Maqedoni, ku shumica e qytetarëve të Maqedonisë, sidomos gjeneratat e reja, e lëshojnë vendin për të gjetë jetë më të mirë në vendet e Evropës, sepse në këtë vend, në fakt në Maqedoni, kemi udhëheqës të cilat kanë dalë mbi kushtetutën, kanë dalë mbi institucionet, kanë dalë mbi shtetin, dhe në fakt këtu nuk mund të flasim për një parim demokratik, për një parim real, me cilët do duhet ne të besojmë po të njëjtëve njerëz se do organizojnë zgjedhje fair dhe demokratike. Dhe për fund do duhet të them edhe një moment për këtë pjesën e parë, për fund, vetëm të rumbullaksoj. Edhe sikur të pastrohet lista zgjedhore dhe të sillet një ligj i mirë për media dhe të implementohet në përpikshmëri marrëveshja e Përgjinos, dhe duhet të kemi një moment shumë të rëndësishëm dhe të qartë gjithë këtu që jemi prezent dhe i gjithë opinioni. O do duhet të krijojmë mirëbesim ose besim të ndërsjellë të qytetarëve ndaj institucioneve, sidomos të popullsisë shqiptare, për arsye se shqiptarët vetëm se dita ditës mos them se e kanë humbur besimin tek institucionet e shtetit. A shqiptarët janë në numër goxha të madh në Republikën e Maqedonisë. Faleminderit.